Drejtën, Spori le të filloj me një lajm pozitiv. Do thotë, besoj që vizita e presidentit të Këshillit Bashkimit Evropian është një lajm i mirë për Kosovën. Është një lajm i cili tregon që Bashkimi Evropian e ka një vëmendje ndaj Kosovës, duke mos e ndarë nga vendet tjera të Ballkanit Perëndimor dhe tregon një përkushtim të rëndësishëm të Bashkimit Evropian për procesin e zgjerimit në regionin tonë. Do thotë, kjo në vetvete vizita, që është vizita e parë e presidentit që nga marrja e detyrës në dhjetor të vitit kaluar, është lajm i mirë. E dyta, po besoj që presidenti Kosta i ka përsërit mesazhet të cilat janë thënë qeverisë edhe më parë, edhe nga përfaqësues lartë, po edhe nga ambasador, edhe nga personalitetet tjera dhe institucione tjera, dhe është me rëndësi që të kuptohet që nëse një mesazh i tillë përsëritet nga një nivel i presidentit të Këshillit Bashkimit Evropian, i cili realisht flet edhe në emër të shteteve anëtare. Sepse roli i tij është që të udhëheqë Këshillin e Bashkimit Evropian ku janë tuluna të gjitha vendet anëtare, dhe përsëritja këtyre mesazheve do duhet të jetë sinjal i mjaftueshëm për qeverinë, po edhe për spektrin politik, t'ju them drejtën, meqense ne në moment kemi një situatë mjegullie qeverisë sa i përket institucioneve në Kosovë, mirë po cila do parti, sido që duket qeveria, mesazhi i presidentit Kosta tregon që pritjet e Bashkimit Evropian janë këto që ai ka përsëritur sot, do thotë shtensionim të situatës dhe progres në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë përmes dialogut. Tani, megjithatë, pse konsiderohet që nuk ka progrese përket heqjes së masave ndaj Kosovës, përkundër faktit që ka pasur një rekomandim nga ana Borrelli dhe gjatë gjithë kohës është thënë që po punohet që të hiqen masat. Po ajo që deklarata e zotit Kosta, e presidentit Kosta e tregon sot është që Kosova nuk i ka bind shtetet anëtare, nuk e ka bind Bashkimin Evropian, që është e përkushtuar në shtensionim të situatës në veri. Do thotë edhe aksioni sotëm i mbylljes të atyre zyreve të institucioneve paralele e tregon këtë qasje jo konstruktive, jo diplomatike të qeverisë ndaj kërkesave dhe brengave, nëse mund të themi, të Bashkimit Evropian. Sepse pyetja këtu është, pse është dashur që ato të mbyllen sot, nuk kanë mundur të mbyllen pas nesër ose pas një jave. Pra thoni që nuk ishte e rastishme që pikërisht në ditën kur ishte një vizitë kaq të rëndësishme në Kosovë, mund të spekuloj, po edhe nëse ka qenë i planifikuar i gjithaj aksion, nëse është ditur që sot do të vije zoti Kosta, është dashur që të menaxhohet, që mos të koincidojnë këto dy ngjarje për të ripozicionuar ose për të ribindur Bashkimin Evropian që Kosova po dështon që t'i ndëgjoj brengat e Bashkimit Evropian. Kjo është një. E dyta, shikoni, qeveria e kaluar ka dështuar që përmes diplomacisë, përmes përmjekjeve diplomatike, të bindë Bashkimin Evropian që arsyet për cilat janë vendosur masat e Bashkimit Evropian kanë pushuar se ekzistuari. Që realisht është realiteti i situatës ku ne gjendemi sot. Arsyet për cilat janë vendosur masat e Bashkimit Evropian nuk ekzistojnë më. Do të thotë çështja e kryetarëve të komunave, çështja e zgjedhjeve, çështja e vendosjes nëpër ndërtesa, ekzistonte edhe ai plani disa pikësh i Bratislavës për shtensionin. Shumica nga këto çështje janë adresuar në një mënyrë ose tjetrën, vetvetiu ose përmes veprimeve, por në ndërkohë ka ndodhur veprime tjera që Bashkimi Evropian i ka futur në këtë grumbullin e kërkesave për shtensionim. Dhe dështimi që të parandalohet, të spjegohet, të sqarohet, të ndërtohet një plan i veprimit përpara, është dështim i përpjekjeve diplomatike të qeverisë së kaluar. Sepse deklarata e zotit Kosta sot po e rikonfirmon që Bashkimi Evropian, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat shumica prej tyre kanë
ambasador, kanë përfaqësi diplomatike në Kosovë, informohen për situatën edhe nga këto përfaqësi diplomatike, nuk janë të bindura që Kosova ka bërë progres drejt shtensionimit në mënyrë që të largohen mosat. Unë i takoj një grupit njerëzve që besoj që këto mosa janë tërësisht pa drejta. Do thotë sepse mosat e Bashkimit Evropian, përveç që kanë probleme të barazisë mes Kosovës dhe Serbisë, janë duke shkaktuar edhe humbje për qytetarët e Republikës Kosovës. Do thotë, qeveritarët në Kosovë kanë pësuar pak nga këto masa sa kanë pësuar qytetarët e Republikës Kosovës, duke parë faktin që për 2 vjet Bashkimi Evropian nuk ka shpenzuar asnjë projekt, asnjë investim, janë dalë fundet për shoqërinë civile, janë dalë fundet për institucionet arsimore, janë dalë fundet për ndërtimin e infrastrukturës, fundet shumëta të cilat Kosova i ka humbur. Mbi të gjitha, unë besoj që presidenti Koshta ka përmendur gjithashtu që Kosova duhet filloj implementimin e planit të rritjes, growth plan, cili nuk mund ta bëj pa largim të këtyre mosave. Do thotë, mosat në vetvete janë pa drejta në raport që nuk janë vendosur mosa të tilla edhe ndaj Serbisë, që ka qenë një agresor në atë kohë, por realisht fakti mbetet që Bashkimi Evropian nuk është i mbitur. Dhe për këtë ekzistojnë përpjekje diplomatike që të binden aktorë tjerë. Shikoni, ne kemi qenë në një situatë të ngjashme për një kohë gjatë lidhur me procesin e liberalizimit vizave. Dhe kemi insistuar për shumë kohë që kërkesa për demarkacion është e padrejtë, kishim trazira politike brenda vendit për shkak të përmbushjes së kërkesave të demarkacionit. Në fund të fundit u gjet një zgjidhje për të adresuar këtë kërkesë, por është dashur që të adresohet kjo kërkesë. Edhe tani, çështja e shtensionimit çka duhet ndodhë, zotin Nika, që është e paqartë, do thotë, kjo është problemi. Sepse fjalia se... Tek e fundit qeveria po thotë që po thirret në shtrirjen e lishmërisë atje dhe lirinë e lëvizjes së shtetërorëve në masat edhe operacionet që po i ndërmerr. Po mirë, po është i bie qeverisë, edhe pse tani unë them ne kemi një amulli të asaj të dimë se kompetencat e plota të një qeverie në detyrë, ministrat të cilët para dite marrin pjesë në parlament, pas dite shkojnë në zyrat e ministrive, mirë po qeveria duhet ulet me Bashkimin Evropian dhe të ndërtojnë një listë hapash të cilat e bindin Bashkimin Evropian që ka ndodhur shtensionimi. Sepse në këtë moment, shtensionim, po është e paqartë për ne që nuk jemi të përfshirë në proces saj se çfarë do të thotë. A do të thotë Dhe nuk sqarohet gjithashtu nëse Kosova ka kushte të tjera, apo jo për heqjen e këtyre masave. Po do thotë qeveria ka dështuar që të komunikojë për përpjekjet e veta për largimin e këtyre masave. Do thotë, ato që kemi ndëgjuar ne për 2 vjet nga qeveria, ka qenë një deklaratë që thotë këto janë pa drejta, po na bëhen neve, nuk po trajtohemi njëjtë, nuk po dënohet Serbia, atje. Këto janë deklarata narrative. Mirë po, nuk kemi parë një komunikim publik transparent i cili thotë ne po bëjmë këtë, po presim këto rezultate dhe konfirmim të këtyre kërkesave nga Bashkimi Evropian. Prandaj,